Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Për aq vite sa do jetoni, nuk do keni më dhimbje të kockave. Ja ushqimi që duhet të konsumoni çdo ditë. Le ta pranojmë. Shëndeti i kockave nuk është gjithmonë gjëja e parë që na vjen ndërmend edhe për të kujdesur në dietën tonë. Por të kesh kocka të forta është çelësi për një jetë të plotë me energji dhe aktivitete të mira. Për këtë, le të rendisim në këtë video disa nga ushqimet që mund të bëjnë ndryshimet për kockat tona dhe të ndihmojnë të qëndrojnë më të forta dhe më të shëndetshme sipas saj. Në dietën tuaj duhet të përfshini produktet nga më të mira, si produktet e qumshtit. Qumshti, kosi dhe djathi nuk janë vetëm për mëngjes. Këto ushqime janë të pasur me kalcium, i cili është materiali kryesor ndërtues i kockave tona. Përveç kalciumit, produktet e qumshtit përmbajnë edhe vitaminën D, e cila ndihmon në absorbimin e kalciumit. Përpiquni të përfshini këto produkte me do e mos në dietën tuaj të përditshme për të forcuar kockat tuaja. Sardelet. Nëse nuk jeni adhurues i produkteve të qumshtit ose thjesht dëshironi që të diversifikoni burimet tuaja të kalciumit, sardelet janë një alternativë e shkëlqyer. Ato janë të mbushura gjithashtu me kalcium, me vitaminën D, si dhe një rritje e shtuar e acideve yndyrore omega 3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e kockave. Më të mira mund t'i gjeni edhe të paketuara, ndaj është një zgjidhje e lehtë për t'i përfshirë sardelet në dietën tuaj. Edhe spinaqi është një produkt i mirë ushqyes për shëndetin e kockave. Spinaqi është i pasur me vitaminën K, e cila është kritike për ruajtjen e shëndetit të kockave. Ndihmon në forcimin e kockave në parandalimin e humbjes së tyre. Ai gjithashtu përmban magnez dhe kalcium, i cili kombinohet për të mbështetur strukturën e kockave për të shijuar dhe bëhet gjithashtu një sallatë jeshile ose mund të shtohet në smoothie ose në supa. Bajamet mund të jenë një nga rrorët më të mirë për shëndetin tuaj kockor. Nëse jeni duke kërkuar për një racion të shëndetshëm që është gjithashtu i mirë për kockat tuaja, bajamet janë një zgjidhje ideale. Janë të pasura me kalcium, me vitaminën E, të cilat ndihmojnë në forcimin e shëndetit të kockave. Mund t'i shtoni në sallata, në drithra ose thjesht i konsumoni ashtu si një snak i përkryer siç janë. Edhe vezët janë një nga ushqimet më të mira për shëndetin e nyjeve. Vezët nuk janë vetëm për mëngjes, por janë një burim i shkëlqyer i vitaminës D dhe vitaminës K. Gjithashtu, siç u përmend më herët, janë thelbësore në përthithjen e kalciumit, ndërsa vitamina K ndihmon në forcimin e kockave e parandalimin e osteoporozës. Një vezë në ditë mund të sigurojë këtë lëndë ushqyese thelbësore, veçanërisht nëse gatuhen me të verdhat e saj. Mos harroni, shëndeti i kockave është një projekt afatgjatë dhe kërkon një dietë e ekuilibruar dhe kujdes të duhur çdo ditë. Duke përfshirë këto ushqime në dietën tuaj, do t'i jepni indeve tuaja furnizime të nevojshme për të qenë më të forta dhe elastike. Ushqimi i mirë është aleati më i mirë për shëndetin tuaj. Ndaj kujdesi për kockat tuaja sot, për një jetë më të mirë dhe më të shëndetshme, duhet të bëhet çdo ditë, jo vetëm një ditë dhe më pas të hiqni dorë nga kujdesi i duhur i tyre. Gjithashtu, për të pasur kocka më të forta, ju duhet të përqendroheni në produkte sa më natyrale. Ekspertët thonë se ajo që ham dhe aktivitetet që bëjmë gjatë viteve kanë ndikime të mira në shëndetin e kockave. Prandaj, në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë edhe nën produktet e qumshtit. Produktet e qumshtit janë të pasur me kalcium, të cilat kontribojnë në strukturën e kockave. Qumshti me pak yndyrë dhe kosi janë në burime të shkëlqyera të kalciumit. Mjekët deklarojnë se ushqime të tilla janë të pasur me vitamina të tretshme në yndyra, përkatësisht vitaminën A dhe vitaminën D. Edhe frutat arrore janë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Frutat arrore përmbajnë pak kalcium, por ofrojnë dy lëndë ushqyese të tjera thelbësore për shëndetin e kockave, përkatësisht magnez dhe fosfor. Magnezi ju ndihmon të thithni dhe të mbani kalciumin në kockat tuaja. Fosfori është një komponent kyç i kockave, sepse afërsisht 85% e fosforit në organizëm mund të gjendet në kocka dhe në dhëmbë. Farat kanë vlera ushqyese të ngjashme me arrat. Farat ju sigurojnë kalcium, magnez dhe fosfor, si dhe përmbajnë fibra dhe acide yndyrore omega 3, të cilat përmirësojnë acidet yndyrore të pangopura që mund të zvogëlojnë kolesterolin, inflamacionin dhe të ruajnë funksionet e qeta të trurit në sistemin nervor.
Edhe perimet me gjethe jeshile mund të kthehen në një aleat të mirë për shëndetin e kockave. Perimet me gjethe jeshile ofrojnë disa lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin e kockave të tilla si vitamina K dhe kalciumi. Mjekët thonë se vitamina K funksionon së bashku me kalciumin dhe mungesa e saj shoqërohet me osteoporozë dhe fraktura. Perimet me gjethe jeshile përfshirë rukolën, spinaqin, lakrën dhe brokolin, janë më të mirat për dietën tuaj. Bizelet. Të gjitha llojet e fasuleve ofrojnë doza bujare të lëndëve ushqyese për ndërtimin e kockave si magnez, kalcium dhe fosfor. Përveç kësaj, fasulet janë zakonisht të larta në fibra dhe në proteina, të cilat janë veçanërisht të dobishme për ato që ndjekin një dietë me bazë bimore. Peshku. Peshqit, veçanërisht speciet yndyrore si salmoni dhe toni, kanë sasi të konsiderueshme të vitaminës D, e cila është elbësore për shëndetin e kockave. Vitamina D është e tretshme në yndyrë dhe luan një rol kyç në rritjen e kockave, duke siguruar kështu edhe një mbrojtje më të mirë të tyre. Në çdo fazë të jetës sonë, ushqimi i mirë është investimi më i mirë për shëndetin tonë. Kjo është një arsye pse është e dobishme që të zgjedhim me kujdes ushqime të cilat mbushin frigoriferin dhe raftet. Disa zgjedhje i mposhtin të tjerat dhe kur bëhet fjala edhe për kockat e forta, ka disa lëndë ushqyese të cilat nuk duhet t'ia anashkaloni nga dieta juaj. Baza e një shëndeti të mirë për kockat qëndron në tryezë. Kockat tona shpërbëhen dhe rindërtohen vazhdimisht gjatë gjithë jetës sonë. Ndërsa rriteni, një dietë e ekuilibruar dhe e pasur me lëndë ushqyese është jetike për ruajtjen dhe shëndetin e dëndësisë së kockave. Në përgjithësi, menuja jonë është më e mirë duke përfshirë fruta dhe perime, trithra të plota, shpend, peshku yndyror si toni, skumbria dhe salmoni, sardelet, arrat dhe farat, produktet e qumshtit me pak yndyrë. Ushqimet mund të mbrojnë në çdo moshë. Gjithashtu, nga fëmijëria në adoleshencë duhet të kemi të përfshira këto produkte. Produktet e qumshtit. Produktet e qumshtit si qumshti, kosi dhe djathi janë burime të shkëlqyera të kalciumit, minerale thelbësore për rritjen dhe forcimin e kockave. Perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile të errët si brokoli, spinaqi na ofrojnë kalcium dhe lëndë ushqyese të tjera miqësore për kockat si vitamina K. Peshku i yndyrshëm. Salmoni, sardelet janë të përfshira dhe skumbrit të pasur me vitaminën D, të cilat ndihmojnë trupin në përthithjen më të mirë të kalciumit. Arrat dhe farat në fëmijëri dhe adoleshencë janë një mundësi shumë e mirë për të pasur kocka më të shëndetshme. Arrat dhe farat si bajamet, farat chia, farat e linit dhe farat e susamit janë burime të shkëlqyera thelbësore si kalciumi, magnezi për kockat e forta dhe më të shëndetshme. Moshat nga 19 deri në 30 vjeç duhet të shtojnë në dietën e tyre bulmetin dhe perimet me gjethe jeshile. Ndiqni një dietë të pasur me kalcium duke u fokusuar te produktet e qumshtit me pak yndyrë dhe sigurisht në fazën e mëparshme të moshës me perime me gjethe jeshile. Proteinat pa yndyrë. Përfshini burimet e proteinës pa yndyrë në dietën tuaj si shpendët, peshkun, fasulet, tofu, pasi këto ushqime përmbajnë aminoacide thelbësore për shëndetin e kockave. Përfshini në dietën tuaj ushqimet e pasur me magnez. Hani më shumë ushqime të pasur me magnez si drithra, bishtaja, arra dhe fara për të mbështetur kështu përthithjen e kalciumit. Nga 31 deri në 50 vjeç, ndërsa rriteni është e rëndësishme të mbani edhe marrjen e kalciumit në nivele më të mira. Kështu është marrja e perimeve me gjethe, shumë prej të cilave rrisin dëndësinë e kockave. Për më tepër, përfshini ushqimet me vitaminën D si salmoni, e verdha e vezës, kërpullat dhe toni. Për moshat mbi 50 vjeç, aftësia e trupit në absorbimin e kalciumit zvogëlohet, prandaj konsulta me mjekun për të marrë suplementet e duhura dhe vitaminat e duhura është çelësi kryesor për të pasur kocka të forta dhe më të shëndetshme. Ndaj tregohuni më të vëmendshëm ndaj produkteve tuaja ushqyese. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.